За алтернатива Изет Меджити Билјал Касами во моментов се лидери на политичките субјекти што го сочинуваат влен. Така изјави подпредседателот на алтернатива Афан Елези во Клик Плюс, според кого се уште нема официјална одлука. Елези додаде дека е важно најпрво да се усогласа ставовите, а потоа нема да биде проблем кој и колку председатели ќе има. A është Izet Medjiti dhe Bilal Kasami lider të vlenit? Zoti Medjiti dhe Zoti Kasami janë lider të subjekteve politike që e formojnë koalicionin Vlen. Ende s'ka një vendim nga liderët diçka zyrtare, do me thënë, deri tash jemi të bisedu për mënyrën se si të shkrihet Vleni dhe subjekteve të tyre politike, që janë subjekte politike. Apo, a e dini? Po, mirë po, Zoti Medjiti doli dhe tha që jemi dakurduar që unë dhe Bilal Kasami të jemi bashkëkryetar të Vlenit. Do jenë bashkëkryetar të Vlenit, do me thënë, nuk kemi problemin të udhëtësia, do me thënë, jashtë asaj është çështja. Nuk janë, apo? Po, tash nuk kemi diçka konkrete. Во среда ќе се одржи собранието на алтернатива, каде околу 115 членови ќе дискутираат и ќе дадат предлози за процесот на обединување со Влен. Според Афан Елези, алтернатива не го попречува овој процес, бидејќи оваа партија била меѓу првите иницијатори за обединување. Hapi I radhës për shembull do jetë të mërkurën, kemi kryetari I partisë ka thirrë kuvendin e partisë me qëllim që t'i informoj antarët e kuvendit të partisë të marrë sugjerimet nga antarët e kuvendit. E dini se nga I gjithë shtetit dikur rreth 115 antarë të kuvendit dhe duhet të jenë pjesëmarrës të mërkurën dhe secili nga ata të jap sugjerimet dhe mendimin se si duhet të bëhet unifikimi. Domethënë ta kemi të qartë prej në fillim se ne kemi bërë hapin e parë për unifikimin e Vlenit. Ne nuk pengojmë rrugën e Vlenit. Tek e fundit ndoshta mund të jemi ne autorët ose bashkautorët e themelimit të koalicionit Vlen. Елези изјави дека се уште нема одлука дали Беким Сали ќе ја преземе функцијата генерален секретар на Влен, бидејќи според него процесот во рамките на Влен е демократски и нема наметнати одлуки. Според Елези фокусот на алтернатива не се позициите, туку начинот на функционирање и идното раководење на политичкиот субјект и дека партијата нема да брза со донесување одлуки.